Albania Space, kanali më i ri në YouTube. Subscribe, like dhe comment kanalit më të ri të shqiptarëve anë mban botës. Ngjarje tronditëse në Konak, akuza, kërcënime dhe një zgjedhje që do të ndryshojë gjithçka. Të gjithë hynë të shtangur në dhomë, kur pan Aljen me tikën në dorë. Skena ishte e rëndë, ajri i ngrirë dhe sytë të gjithëve të ngulitur mbi të. Me zë që i dridhej nga tronditja, Alja përsëriste vazhdimisht: "Jo, nuk e bëra unë, nuk të qëllova unë Boran." Por Borani, i shtrirë dhe i plagosur, e shikonte drejtë në sy dhe deklaronte ftohtë: "Ti e bëre." Në një moment tensioni ekstrem, Sadakati afrohet Aljes dhe i prit në nxë një fjali që i ngrin gjakun. Pa videon në gjykat, askush nuk do të besoj. E tronditur, Alja ja tregon të vërtetën Cihanit. Ajo i rrëfen se Borani e kishte inskenuar gjithçka vetëm për të mos u ndarë prej saj. Gjithçka kishte ndodhur sepse ajo e kishte kërcënuar me videon e amanetit, ku Borani shprehej qartë se nëse do të vdiste, Alja duhej të martohej me Cihanin. Ndërkohë, në spital, lajmi përhapet me shpejtësi. Të gjithë flasin për ngjarjen dhe pa i ditur të vërtetën, fajsojnë Aljen, duke besuar se ajo e kishte plagosur Boranin me qëllim. Policia mbërrin dhe nis marrjen e dëshmive. Alja deklaron hapur se është e pafajshme dhe se gjithçka është një kurth i Boranit. Por Borani refuzon të tregojë të vërtetën dhe akuzon drejt për drejt Aljen, duke thënë se ajo e kishte plagosur me dashje. Situata përshkallëzohet keqazi. Cihani, i tërbuar, shkon për t'i kërkuar llogari Boranit. Mes britmave dhe akuzave, Cihani i kërkon të ndryshojë dëshminë. "Ti nuk i meriton të mirat që të ka bërë Alja. Ajo dha veshkën për ty." I verbuar nga zemërimi, Cihani e godet Boranin me një karrigje në kokë. Në atë qast, Borani nxjerr pistoletën dhe ja drejton vëllait të tij. "Nuk e ndryshoj dëshminë, vetëm nëse më vrisni," thot ai me ftohtësi. Cihani e kap për krahu dhe e tërheq zvarë jashtë konakut. "Kjo nuk është më shtëpia jote. Dill që këtej." Sadakati përpiqet t'i ndaloj. "Jeni vëllezër, mos e bëni kët." Por Cihani shpërthen: "Ky nuk është vëllai im. Me gjithë këto intriga, ai nuk është Albora dhe nuk ka drejtë të jetojë mes nesh." Në atë moment, ndërhyn Eçmeli, i cili përfiton nga situata dhe i thot Boranit se mund të shkojë me të. Edhe pse i lutet, Borani refuzon. Ky veprim e zbut Sadakatin, e cila i kërkon Cihanit të tërheq fjalën dhe ta lejoj Boranin të kthehet në shtëpi, por me një kusht të rënd: sa kohë që ai rri këtu, mos më thuaj më nënë. I thyer dhe i zgënjyer, Cihani largohet. Nga ana tjetër, Alja dhe Cihani kthehen në çiftlik, por frika e seancës gjyqësore e përndjek Aljen. Ajo ka frikë se veprimi i Boranit do të ndikojë në vendimin e gjykatës dhe se mund të humbasë djalin e saj, duke ja kaluar kujdestarin Boranit. Cihani premton se do të bëjë gjithçka për të mos e lejuar këtë. Mes loç, Alja i thot: "Unë të dua ty, Cihan, por për djalin tim unë vdes." Ndërkohë, Zerin është e shkatëruar. E mbyllur në dhomë, ajo mendon vetëm për foshnjën e saj. E dërmuar, ajo telefonon Demirin dhe i kërkon ta shohë vajzën urgjentisht. Ai pranon, por me një kusht mizor: Kaja duhet të martohet me Ipekun dhe Zerin të kthehet tek ai. Për hir të foshnjës, Zerin pranon. Sadakati nga ana tjetër i bën Aljes një ofertë tronditëse. Ta ndihmojë të largohet fshehurazi nga vendi bashkë me djalin, duke i garantuar mbështetje financiare dhe një jetë të re larg Boranit dhe Cihanit. Nëse zgjedh Cihanin, do të humbasësh djalin. Çdo nën zgjedh fëmijën. Alja mbetet e shokuar, e përballur me vendimin më të vështirë të jetës së saj. Ndërkohë, Zerin më në fund përçafon foshnjën e saj për herë të parë, e ushqen me gjime slotësh, por Demiri i bën të qartë se nuk do ta lejojë ta shohë më nëse nuk ndahet nga Kaja. Në anën tjetër, Kaja, i shqetësuar dhe i hutuar nga sjellja e ftohtë e Zerinit, nuk e di se ajo po fsheh sekretin më të madh të jetës së tyre. Sa do zgjas kjo gënjeshtër? A do të zgjedh Alja dashurinë apo djalin? Dhe a do të dalë vërteta në dritë para se të jetë tepër vonë? Ndërsa errësira bie mbi gjitha këto fate të ndërthurura, çdo personazh mbetet i bllokuar në një udhkryq pa kthim. Alja përballet me zgjedhjen më të dhimbshme që një nën mund të bëjë, mes dashurisë dhe gjakut të saj. Zerin po shkel mbi zemrën e vet për të mbajtur pranë foshnjën, ndërsa Kaja eqen në errësirë, pa e ditur të vërtetën që mund ta shkatërrojë. Intrigat po thellohen, gënjeshtrat po marrin jetë dhe një gabim i vetëm mund të ndezë një tragjedi të pakthyeshme. Asgjë nuk është më si më parë dhe stuhia sapo ka filluar.